Njeriu, populli thotë të çmend dhe tramën paraja, pasuria. Kjo është pjesë e këtij ajeti, kuptimit të këtij ajeti. Po t'jep të Allahu njerëzve pasuri pa fund. Çka kish ndodh? Me pyet njeriu dikën thjesht. Çka më mërmani, o jo njerëz? Apo themi ne se të Allahut janë qelsat e qiellit dhe të tokës, se çka ka hambartë e kësaj gjithësie në dorë tina. Po, Allahu është bamerës, është fornëzues, është po. Pse s'jap njerëzve krejt çfarë lypin njerëzve? Pse s'jap? Dikush jam nal atyne, ata edhe që nuk janë musliman. Në vetëdinëve të kanë qarë se diçka po i pengon, diçka po i bllokon, po ja prish planet. Një pjesë biznesi sipas planit, sipas matematikës së tyre. Ka dikush që po ndërhyn në realizimin projekteve, objektiveve të tyre, synimeve të tyre. Pra, Allahu s'pada. E pse s'pada? Çka i kushton? Përgjigjen Allahu po jep këtë ajet kuranor. Le baghaw fil ard. Do të tejkalen në kufrit ata, do të bënin fesad. Ibn Abasi në koment të kësaj fjale, le baghaw fil ard, do të tejkalen në kufri, ka thonë, do të kërkonin pare mi pare, pozit mi pozit, shtaz pas shtaze, mjet transporti pas mjetës transporti, teshe pas teshe. Pra, nuk do të ngiheshin njerëzit kur.